Ndodhemi në Harsdale, White Plains të New Yorkut. Këtu më 9 tetor 1949 do të varosej shqiptari madh Piri Abdylit, fryma e fundit e frashëllinjve, baba i komit ndër Beteja Plaku, shërbestari i Shqipërisë, apostulli i Kosovës. Ka kaluar më se 60 vjet dhe eshtat e këtij shqiptari të madh që nxjerr shekulli dhe historia gjenden ende këtu në dhe të huaj. Me këtë rast do t'i bëjmë thirrje politikës shqiptare, institucioneve të kulturës, gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në trevat e tyre, të kthejnë syt nga baba i komit, të kthejnë syt nga njeriu që të rjetën e vetë shkriu për komin. Është moment historik që të shkruhet historia. Boll është heshtur. Boll më ka shkruar të huajt për historinë tonë. Kush e haron historinë, kush e shkatron atë, bën krimin më të madh të gjitha krimeve. Është kohë